Kjo video është për të gjithë ju që më shikoni që flas nëpër video të ndryshme, në televizion, në intervista dhe akoma nuk e dini si pikërisht mund të ndihmoj njerëzit unë. Jam Merita Cake, terapiste energjetike, mentore, shkrimtare, mësuese dhe trajnere e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Jetoj prej 30 vjetësh në Greqi, në Selanik të Greqisë dhe jam këtu para jush për të ndihmuar me metodat e ndryshme dhe gjithashtu me përvojën time personale. Motja ime është ka zgjidhje për gjithçka nëse ne jemi gati. Gati për këtë që na ndodh. Dhe atë që dua të them që çdo gjë bëhet për një gjë. Ne nuk jemi ky trupi fizik. Ne jemi 12 trupa të tjerë, astral dhe trupi fizik. Para se të sëmuret ky trupi fizik, janë diçka tjetër ndodh në trupat astral, por nuk do të përqendrohem të shpjegoj më tepër për këtë. Atë që dua të them për të gjithë që ju që jeni të interesuar, çfarë bëj pikërisht unë, ndihmoj njerëzit të çlirohen nga traumat e skaluarës dhe të paraardhësve, nga bllokimet emocionale dhe energjetike, frikat, fobit dhe modelet që përsëriten, dhe të hyjnë në vetëdije, gëzim, jetë të lirë dhe me kuptim. Metodat që përdor më tepër janë sistemi përfaqësues transformik 333 që e kam sjell për herë të parë dhe mund të shikoni videon e parë që kam me Rudina Magjistarin. Dhe anatomia metafizike që merret me traumat e njerëzve që në barkun e nënës, të trashëguara dhe ato që janë krijuar. Përfaqësime sistemike familjare që merren me hierarki në familje dhe me të gjitha sistemet, janë këto metodat që përdoren dhe në individ, dhe në grupe, dhe nga afër, dhe online. Metoda Gestalt, psiqiko, rikthimi shpirtëror dhe ndërgjegjësimin, evolimi i shpirtit, varet ku do ta çojë çdo njeri. Lirim nga bllokimet e trashëguara, jam autore e 4 librave të botuara dhe 2 që janë të përgatitur tani që presin për botim, të cilat librat e mi nuk janë romane, por janë libra transformues me ushtrime të ndryshme, lirim nga frika dhe fobit, simboli mrekullive nga botimet Living, Agjenta magjike nga botimet Rafti magjik, janë në shqip dhe të shikojmë këto të tjera çfarë do dalin. Gjithashtu, kam shkruar një libër me 360 plus 6 pralla për fëmijën tonë të brendshëm, për të vegjëlit dhe të mbëdhenj, në të cilët ky libër do ndihmoj të njohim më tepër dhe t'i pranojmë emocionet, sepse emocionet janë një energji në lëvizje dhe janë përgjegjëse për sëmundjet tona dhe për gjithçka që na ndodh. Gjithashtu, ky libër do ndihmoj të vegjël dhe të mbëdhenj të bëjnë çlirimin emocional me ushtrime të ndryshme. Gjithashtu, libri tjetër i përgatitur që pres për botim dhe kush më dëgjon dhe mund të ndihmojë, sepse nuk e di në kë shtëpi votuese akoma në Shqipëri ose në Kosovë që për të botuar për herë të parë. Libri i dytë është Gruaja që u shkëput nga paraardhësit dhe nga e kaluara, nga hijet në dritë. Edhe këtu ka histori të ndryshme, por në të njëjtën kohë dhe ushtrime të përshtatshme që ky libër nuk është vetëm si roman për tu lexuar, por të ndihmon që të dalësh nga të gjitha ato traumat që i ke dhe ti, gruaj, që i ke mbajtur atë eshtjen, ke bërë durim, ke bërë sakrificë për të mbajtur familjen. Të ndihmon të mos heshtësh më, të mos therresësh, të mos bësh agresive, por të jesh në gjininë tënde femërore dhe në atë të mundesh të sjellësh harmoninë, të hapësh zemrën dhe ekuilibrin tek vetja jote dhe tek familja, sepse gruaja është ai zinxhiri, allka kryesore
e zinxhirit të gjithë familjes. Gjithashtu, jam drejtuese e sistemit transformik 333 dhe krijuese e Akademisë të Dritës me programe transformuese 21 ditore dhe shumë informacione për zhvillimin personal dhe shpirtëror në individ dhe në kolektiv. Në datën 27 prill do gjindem në Tiranë deri në datën 5. Të gjithë ju që keni mundësi ose grupe të ndryshme, institucione të grave, shkolla, kompani të ndryshme që dëshironi të njini gjëra më tepër, dhe kjo bëhet në një fushatë falas nga ana ime, sepse Shqipëria është vendi im që u linda dhe një arrënjtë e mi, dhe jam këtu për të gjithë që vërtet duan të bëjnë diçka ndryshe ose të mësojnë informacione më tepër. Dhe atë që harrova, jam dhe trajnere, mësuese dhe analistria e hartës të shpirtit, kontratës të shpirtit me kodet e dritës. Vetëm me ditën e ditëlindjes dhe që zbërthejmë gjithë çka që ti nuk e nje veten aq mirë, do më thënë, aq sa e nje ajo arta. Me anë të kontratës të shpirtit mësojmë pse erdhe këtu në tokë, se jo thjesht ajo dita e lindjes është vetëm një datë. Çfarë erdhe të bësh dhe ku do shkosh? Kush është karma, mësimi jot? Pse të bllokojmë paratë? Kush është partneri ideal? Kush është karakteri jot në plus, në minus, si funksionon? Kush është profesioni që do sjellësh më tepër para? Talentet e tua, destinacionet e tua, misioni i shpirtit tënd, që këto duhet t'i di çdo person. Bllokimet që i ke për fatin tënd, hyllin e fatit, se kam të varsën të vënë, dhe shumë të tjera, shëndeti, tendencat e shëndetit, çfarë duhet të bësh, çfarë të sjell ty në depresion, kush është frika më e madhe tek ty pikërisht dhe si sillesh ti kur ke frikë, por e vërteta është si sillesh që të lirohesh atë frikë. Për çdo gjë ka zgjidhje, siç e them moton. Puna është që a do ti të bësh zgjidhjen. Dhe me që po flisnja për në Tiranë, në datën 1 maj, 2 dhe 3, kam një retreat 3 ditor në të cilën do bëhet në Tiranë. Kemi 4 vende akoma, kush të dëshirojë mund të më telefonoj që të bëhet pjesë e këtij retreatit. Ka të bëjë me ringjalljen dhe rilindjen e njeriut. Do punojmë në thellësi akoma dhe tramat e trashëguara, gjithashtu dhe tramat në mitër, në barkun e nënës kur ishe fëmijë, por jo vetëm, akoma dhe ditën që u bën gjysja, si ishte energjia e prindërve të tu. Dhe të gjitha të periudhën 9 mujoshe, akoma dhe lindja, si që lindja e vërtet, me çfarë energji linde, por me anën e terapive të ndryshme, unë ka mundësi që të bëjmë ndryshimin e të gjitha këtyre tramave dhe të sjellim atë energjinë e bukur dhe të bëhet vërtet sikur ti do lindesh atë ditë. Prandaj, ky retreat është për njerëzit shumë të fuqishëm që duan vërtet të bëjnë diçka ndryshe. Por kësaj radhe mund të kemi vetëm 4 persona akoma dhe në qoftë se ju pëlqen kjo ide, mund ta bëjmë në një herë tjetër dhe në një vend tjetër. Puna është që a jeni gati të ndryshoni jetën? A jeni gati të shikoni pse ju ndodhin bllokimet dhe si të dilni nga ato? Unë jam këtu për të udhëhequr, nuk jam këtu për të marrë përgjegjësinë tënde. Përgjegjësinë mund ta marrësh ti, siç e kam marrë unë, sepse çdo ditë e më shumë bëj çdo ditë terapi të ndryshme dhe një hap përpara. Dhe kjo më ka bërë të ndryshoj jetën time, të vendos kufijnë dhe shumë të tjera. Ju dua shumë, ju përshëndes, numri i telefonit tim dhe që mund të flisni është 0030 699 321 4637. Mund të më shkruani mesazh në Viber, WhatsApp dhe në Telegram. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe miru takofshim.
a dhe diçka tjetër. Shpërndajni këtë video, ju lutem, dhe